DJ Gimo, i njohur për publikun si DJ personali këngëtarit shumë të dashur Gjesti, është bërë zyrtarisht pjesë e edicionit të 5 të Big Brother VIP Albania, duke sjellë menjëherë energji të re brenda shtëpisë më të famshme në vend. Edhe pse hyrja e tij ka qenë e vonshme krahasuar me disa nga banorët e tjerë, ai ka arritur në kohë rekord të fitojë vëmendjen dhe simpatinë e publikut, fal natyrës së tij të drejtpërdrejtë, emocionale dhe shumë besnike ndaj miqve. Që në ditët e para, DJ Gimo është shfaqur si një personazh i hapur, i cili nuk nguron të flasë për të kaluarën e tij, për rrugtimin në muzikë, por mbi të gjitha për raportin e veçantë që ka me Gjestin, artistin me të cilin ka ndarë jo vetëm skenën, por edhe një miqësi të fortë jashtë saj. Gjatë një bisede të qetë me Selinin brenda shtëpisë, DJ Gimo ka ndarë një rrëfim që ka prekur jo pak publikun, duke treguar se sa i lidhur emocionalisht ka qenë me eksperiencën e Gjestit në BBV sezonin e kaluar. Kujtojmë se Gjesti jo vetëm që ishte banor, por arriti të shpallej edhe fituesi i atij edicioni, duke lënë gjurmë të forta në historinë e formatit. Me shumë emocion në zë, Gimo tregoi se e kishte ndjekur aventurën e mikut të tij në mënyrë obsesive, duke e kthyer ndjekjen e Big Brother në një rutinë të përditshme që zgjaste 24 orë. Ai u shpreh se praktikisht kishte jetuar me Gjestin gjatë asaj periudhe, edhe pse fizikisht ndodheshin në vende të ndryshme. Sidomos edicioni i vitit të kaluar i dipërmendësh, çdo episod, tha ai me bindje, duke lënë të kuptohet se për ta ajo eksperiencë nuk ka qenë thjesht një reality show, por diçka shumë personale. Më tej, ai përshkroi me detaje sakrificën që kishte bërë gjatë asaj kohe. Unë isha domethënë çaj njeri që sa u kanë Gjesti këtu, kom flejt në studio. As në banes nuk jam shku. Në studio kom flejt. Dhe të herë isha ulur këtu dhe këtu ishte televizori. Këtu e kisha shtratin, tha ai, ndërsa i vizualizonte Selinit mënyrën si e kishte sistemuar hapësirën e tij. Sipas tij, jeta e tij për disa javë ishte reduktuar në një shtrat, një televizor dhe një digitron në dorë. Unë kam nejt 24 orë në shtrat para televizorit me digitron në dorë. Ushtrisha e ai Gjesti si lloj këndej. Unë rrisha qut deri në momentin që flejke ai. Si flejke ai, flejsha edhe unë, vazhdoi ai, duke treguar sa i sinkronizuar ishte bërë me ritmin e jetës së mikut të tij brenda shtëpisë. Madje, ai zbuloi se vendoste edhe alarm në mëngjes, vetëm për të zgjuar në të njëjtën kohë me Gjestin. A beson që bëja alarm për mëngjes me uqu, kur të qohet ai me paçka o kaban, shtoi ai duke shkaktuar habi, por edhe buzëqeshje. Selini e dëgjoi me shumë vëmendje këtë rrëfim, i cili tregoi një anë shumë të ndjeshme të DJ Gimos, një anë që flet për besnikëri, për kushtim dhe një lidhje të fortë miqësore që rrallë shihet në botën e showbizit, ku shpesh marrëdhëniet konsiderohen si përfaqësore. Deklarata e tij nuk ka kaluar pa u vënë re nga publiku jashtë shtëpisë. Në rrjetet sociale, shumë ndjekës kanë komentuar mbi përkushtimin ekstrem të tij, duke e cilësuar si shok i rrallë dhe njeri që nuk e lë mikun vetëm as nga ekrani. Të tjerë kanë parë këtë si një tregues të karakterit të tij, një person që lidhet fort emocionalisht dhe që jeton me intensitet çdo eksperiencë. Tashmë që DJ Gimo është vetë banor i Big Brother VIP Albania 5, publiku është kurioz të shohë nëse ai do të arrijë të krijojë historinë e tij brenda shtëpisë, ashtu siç bëri Gjesti sezonin e kaluar. A do të ndjek gjurmët e mikut të tij drejt finales? Apo kjo eksperiencë do ta vendosë përballë sfidave krejtësisht të reja? Një gjë është e sigurt, DJ Gimo nuk është futur në këtë shtëpi thjesht si DJ një artisti të famshëm, por si një personazh me histori, emocione dhe një besnikëri që tashmë ka filluar të bëhet pjesë e narrativës së këtij edicioni. Dhe në një format ku marrëdhëniet njerëzore janë thelbi i gjithçkaje. Kjo mund të jetë arma e tij më e fortë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.